Muaji i shenjtë i Ramazanit fillon me 19 shkurt. Kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjakov Visar Koshi tha se tashmë është bërë publike edhe vaktia Ramazanit ku me 19 shkurt besimtarët mysliman nisin agjërimin. Në ditën e parë të Ramazanit, syfyri përfundon në orën 4:49, ndërsa iftari është në 17:21, përderisa agjërimi i ditës së parë zgjat 12 orë 32 minuta. Fillimi i muajit bekuar të Ramazanit fillon me natën e parë, do të thotë nata e Ramazanit i themi ne, me datën 18, ku fillon edhe falja e namazit të taravive në për të gjitha xhamitë tona. Të nesërmen me datën 19 fillon Ramazani, dita e parë e Ramazanit, dhe vazhdon do të thotë kjo çdo ditë me agjërim dhe natën kuptohet me faljet e namazit të taravive. Ky Ramazan do të zgjat 29 ditë. Pas 29 dite përfundon Ramazani dhe fillon Fitr Bajrami. Kryeimami Koshi u bëri thirrje besimtarëve që për informim të saktë rreth kohëve të faljes dhe iftarit të konsultohen me kalendarit përkatës apo siç njihet ndryshe vaktia e Ramazanit. Karakteristike e Ramazanit është se agjërimi fillon prej kohës së imsakut. Pra koha e imsakut është ai mëngjesi i parë që themi ne në orën 4:49 minuta, është dita e parë kjo, sepse çdo ditë pastaj fillon që të zvoglohet dhe përfundon me akşam ose me perëndimin e diellit, edhe kjo do të thotë e ka kohën e vet. Sa i përket fillimit dhe fundit, duhet jemi të kujdesshëm sepse ose dëgjojmë ezanin ose kemi këto kalendarat që i themi ne vaktijat për të orientuar për kohën e saktë dhe të mos ngatrohemi ose të gabojmë rreth këtyre gjërave. Ai po ashtu bëri të ditur se gjatë muajit të Ramazanit në komunën e Gjakovës do të jenë aktive gjithsejt 33 xhami, ku besimtarët do të kenë mundësi të kryen ritualet fetare. Xhamitë e Gjakovës, pra të qytetit dhe të fshatrave të hapura, aktive, 33 xhami do të jenë gjatë Ramazanit, që është një numër i konsiderueshëm, edhe për shkak të vështirësive që kemi sa i përket edhe për lëvizshmërinë, por sidoqë të jetë ne do t'i marrim gjitha masat që ato të jenë aktive gjatë tërkohës. Sipas kryeimamit Koshi, Ramazani është muaj që përcjell mesazhe të fuqishme të durimit, humanizmit dhe sinqeritetit në veprime, duke ftuar besimtarët që këto vlera t'i reflektojnë edhe në jetën e përditshme.